ka tregojnë fare. Mediat sot kanë bërë ankesë që s'pileni me marrë pjesë në procese gjyqësore që janë ndërmaj i rëndësishëm me protokollu. Po sigurisht. Hajde, unë do t'i pyes nëse i lejojnë me Vazhdojmë. Tashmë të gjithë e kanë parë videon e djeshme e cila dëshmon se të 6 aktivistët e arrestuar televizës vetëvendosje nën dyshimin se kanë organizuar dhe kanë realizuar sulmin mbi kuvendin e Kosovës, nuk kanë qenë afër vendit të ngjarjes në natën kur ka ndodhur ai sulm. Tashmë faktin që nuk kanë qenë aty e ka pa gjithë opinioni publik dhe e din gjithë opinioni publik, por në mënyrë që të mos krijohet paqartësi, ne sot edhe zyrtarisht, si lëvizje vetëvendosje, kemi dorëzuar shkresën me provat materiale, me ato video të cilat dëshmojnë që aktivistët tanë nuk kanë qenë fare në vendin e ngjarjes atë natë. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të aktivistëve që momentalisht ndodhen në burg, Adhe Arifi dhe Ekzan Haliti, dhe njëkohësisht kërkojmë lirimin e menjëhershëm edhe të aktivistëve që përmbahen në arrest shtëpiak. Ne nuk do të ndalemi asnjëherë duke kërkuar drejtësi për Astritin. Ne nuk do të dalemi asnjëherë duke kërkuar drejtësi për Kosovën dhe ne nuk do të ndalemi asnjëherë duke kërkuar drejtësi dhe lirimin e aktivistëve tanë që përmbahen në burgje dhe në arreste shtëpiake. Prokuroria dhe Thyësia deri më tani nuk e ka as edhe një provë të vetme që dëshmon që aktivistët tanë kanë qenë të përfshirë në këto sulme. Nuk e ka asnjë provë të vetme që dëshmon që aktivistët tanë kanë të bëjnë me këto sulme. Kopje të protokolluar. Ani, faleminderit shumë. Vazhdojmë jashtë.